Një anije hapësinore më 14 prill është nisur për të shkuar në hapësirë, po ka kaçuar atje një grup vajzash, të cilat janë bërë bashkë edhe nuk ishin vetëm pjesë e showbizit, por gjithashtu ka pasur edhe filantrope në atë udhëtim, ka pasur gjithashtu shkencëtare. Janë nisur për të shkuar vetëm për disa minuta, për 11 minuta. Në hapësirë kanë udhëtuar bashkë me Blue Origin, quhet anija në të cilën ato kanë mundur të kryejnë edhe të realizojnë këtë udhëtim, i cili sipas vajzave, pasi zbritën, thanë se ishte udhëtimi më i paharrueshëm ndonjëherë. Mua nuk më duket, e di pse të shikoj sepse veprimi që bëri Katy Perry, artistja e madhe e cila ishte në këtë fluturim në hapësirë, sa zbritën në tokë që puthi tokën, ka thënë ku ka si toka me këmbë në tokë që na duhet ne hapësira kozmosi, apo një po themi hapësirë që ne e quajmë, po hajde një misteri gjallë, edhe na sjell gjithmonë ato pikpyetje të mëdha, kështu që jemi mirë në habitatin tonë. Dhe me që se jemi tek pikpyetje të mëdha, me shumë pikpyetje ka qenë ky udhëtim edhe është shtruar madje edhe një diskutim i madh nëse ka qenë real apo nuk ka qenë real. Po gjithsesi, ne do ndjekim fillimisht një insert i cili do t'u njoh me këtë udhëtim edhe do të keni mundësi të shikoni se çfarë ka ndodhur, e më pas do të kthehemi në studio për të pritur të ftuarin në studio, por dhe shumë lidhje Skype që do të na zbulen më shumë. Dhe është momentit ju prezentoj me të ftuarit që kanë zënë vend në studio, por edhe që do t'i kemi përmes lidhjeve të drejtë për drejtë. Prezentoj Ermand Mertenika, inxhinier biomjekësor. Përshëndetje Andri, përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush përsëri ke RTS-ja për këtë tematikë interesante që vërtet na atraktojnë, na tërheqin, domethënë, dhe jemi shumë të impresionuar dhe në teknologjisë. Faleminderit shumë, ndërkohë do të shtrojmë diskutimin tonë edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta. Së pari do t'ju prezantoj Afërdita Zaja, studiuese e Mistikës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Në fakt do doja që ta nisnim bashkë Mertenika për të folur pak mbi atë çfarë sot mund të themi me plot gojën që po flasim për një turizëm hapësinor. Ndodhi një fluturim 11 minutësh, u bë viral sepse kishte personazhe të njohur, gra mbi të gjitha. Dhe ajo që dua të di është si e keni parë këtë dhe nëse deri dje shihesi një gjë shumë e lartë, tani e kemi realitet. Po. Atëherë Andri, faktikisht ne kemi parë, e kemi diskutuar deri diku dhe më përpara, domethënë, ky zhvillim i teknologjisë që ka marrë hapa shumë galopante, domethënë ishte logjikshme që shkenca realisht është e interesuar që të eksplorojë se çfarë ndodh jashtë tokës, pra në kozmos. Sepse ato çfarë ka bërë, ka studiuar etj. Ajo që ka mbetur tash duket vetëm ai turizmi hapësinor që e thatë edhe ju, çdo kush do ishte interesuar që ta shikonte ose ta eksploronte, domethënë diçka të re që se ka parë ndonjëherë. Madje dhe unë për shembull do isha interesuar që të shikoja edhe tokën nga distanca si duket në raport me hënën, pak a shumë distanca me diellin, pra janë shumë atraktive. Unë mendoj pikërisht pra duke filluar këto eksperimentime kanë filluar që edhe më përpara, domethënë që kur kanë çuar astronautët për të eksploruar, për studiuar, domethënë elementet qoftë në hënë, elementet kimike për bërjen etj. E mendoj shumë pozitive. Dhe sa më shumë të shtohet ky turizmi hapësinor, domethënë që jo vetëm ajo pjesë elit që ishte e ka vizituar, po të shkojnë edhe të tjerë. Po kuptohet pikërisht që ka dhe kosto, sepse kur ti shkon për shembull me një anije kozmike në kozmos, kuptohet duhet plotësohen disa kritere kryesore, domethënë. Para është sasia e oksigjenit, bombulat e oksigjenit që duhet të jenë për një kohë caktuar, parametrat jetik, metabolik, jetik të njeriu, domethënë jo temperatura deri sepse atje është ndryshe çdo gjë. Nuk është pikërisht pra si habitati që përmendëm, nuk është si toka që ne jemi të përshtatur pikërisht pra në atë terren, atë ambientin biologjik, është komplet ndryshe, temperaturat janë më të ftohta. Kush do të jenë këta turistët e ardhshëm të hapësirës? Besoj ata që kanë konto bankare. Unë mendoj se po e them si në trajt batute, domethënë, duke pasur parasysh që tashi kjo ka rritur bumin me Elon Musk, se dhe Elon Musk me këtë SpaceX, sepse kjo është një tipologji e ngjashme, domethënë kjo iniciativë e repërçuar pikërisht pra këtë elit. Elon Musk ka qenë pioneri i parë, domethënë, i turizmit kozmik. Mendohet pikërisht pra që ky me anë të anijeve kozmike, sepse normalisht anijet kozmike, strukturat e teknologjisë kozmike jashtë hapësinore, ato i dërgojnë domethënë pikërisht turistët atje. Kuptohet domethënë që unë suportoj më së miri, edhe tash unë e them si për batut shefi është Elon Musk. Sa më shumë ti shtohet
dëshira dhe egoja e këtyre gjërave, aq më mirë deri për ne. Po është zbatuar që deri në 2050 do të çojë 1 milion. Perfekt, fantastike fare. Shpresoj që dhe unë dhe ju të jemi pjesë ati grupi që do të dërgohet. Unë menduar 2 herë, po të flasim pak për kryesisht kjo është edhe pjesë shumë tërheqëse për ne që jemi të teknologjisë. Domethënë ne inxhinierëve fizikanë që të shikojmë pak a shumë, të eksplorojmë si duket pikërisht planeti ynë blu jashtë atmosferës. Ka disa gjëra, është një botë mistike, një botë shumë e re për gjithë ne. Na lejo, Mertenika, që të ftojmë në bisedë edhe gazetaren nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi me Kendra Duli. Kendra, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirëmëngjes, faleminderit që e zgjuar herët për të qenë me ne. Ndërkohë, Kendra, na trego pak si është lexuar, si është perceptuar ky lajm, sa shumë është shkruar për këto zonja që fluturuan 11 minuta në hapësirë midis tyre dhe Katy Perry. Atëherë, sigurisht që varet në çfarë sektori të popullsisë jemi duke folur. Amerika është një vend që ka një polarizim dhe kjo nuk është një temë që është prioritizuar nga çdo person. Kjo është sigurisht një arritje për shumë njerëz që duan të shikojnë Amerikën të ketë sukses dhe patjetër që është pritur me pozitivitet në këto komunitete. Por në komunitetet të cilat janë të shqetësuara në lidhje me gjëra fizike që kanë të bëjnë me ekonominë, që janë të shqetësuar në lidhje me jetesën e tyre, nuk janë duke u fokusuar në lidhje me avancime teknologjike. Kështu që me të vërtet ka pasur një farë lëkundje në personat që janë të fokusuar në këtë çështje. Kendra, po shumë prej komentuesve në rrjetet sociale nuk e kanë besuar një udhëtim të tillë. Çfarë thuhet në media atje? Çfarë mund ta përcjellësh? Atëherë, dhe kjo ka qenë një farë pasigurie sepse nga mënyra se si kanë dalë disa nga imazhet dhe pastaj janë montuar bashkë, shumë njerëz kanë thënë që nuk duket e vërtet. Tani, një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj teme është inteligjenca artificiale që ka bërë shumë bujë dhe përdoret në shumë aspekte të jetës tonë në Amerikë dhe njerëzit janë çdo gjë që duket pak si falso ose e pavërtet shikohet me shumë kujdes dhe me shumë imtësi në qoftë se përdoret kjo inteligjencë. Dhe një pjesë e rëndësishme është që kjo si temë është mbuluar më shumë nga mediat internacionale, si Times of India ose disa media ruse, se sa nga mediat amerikane. Sigurisht që ka pasur media amerikane që e kanë kapur, por nga që kjo nuk është mbuluar shumë nga rrjetet më të rëndësishme në Amerikë, ka pasur këto dyshime në lidhje me vërtetësinë e këtyre imazheve që kanë dalë. Ne kuptuam në Amerikë se çfarë ndodh, por do ishte mirë që të ftonim edhe Afrodita Azajën, e cila ndodhet në Norvegji, është në një lidhje Skype në këto momente me ne, dhe është studiuese e mistikës. Mirë se vjen, Afrodit. Përshëndetje. Kënaqësi që je me ne. I jemi mësuar dhe kemi dëgjuar... Edhe unë mendimin tim? Po, doja të bëja një pyetje. Ne kemi dëgjuar deri më sot për anijet kozmike dhe në një farë mënyrë edhe i lidhim disi me objektet e pa identifikueshme, me UFO-t. Por sot duket se janë bërë të mundur që edhe të gjithë ne, nëse do të plotësojmë disa kushte, mund t'i hipim një anije të tillë për të bërë një turizëm hapësinor. Si e sheh këtë zhvillim teknologjik dhe cili është këndvështrimi juaj? Okej. Atëherë, pikë së pari, unë nuk mendoj se këto vajzat Origin Blue dhe nuk mendoj se kanë oftuar në hapësirë, është një mashtrim i dukshëm. Katy Perry apo dhe vajzat e tjera janë domethënë mjeshtrat e showbizit dhe aktrimit. Roli i NASA-s po bie kaq shumë kohë të fundit sa që atyre duan njerëz të famshëm për t'i promovuar pak. Nuk mendoj gjithashtu se njeriu ka shkuar as në madje ja tek video që po ju tregoni. Pamjet sigurisht nga dritarja duket domethënë shumë qartë në fakt, po dhe kur ato zbritën, që quhet që zbritën, dera u hap përpara se sa domethënë dera ju hap pa dashje atyre dhe kjo gjë është regjistruar, çdo kush e ka parë, domethënë ata që e kanë parë. Pastaj e bëri ai burri që e hapi derën me leve të tjerë. Për shembull, unë nuk mendoj që njeriu ka shkuar, domethënë as në hën, njeriu s'ka për të shkuar as në Mars. Sepse kundërshtoj këtu Afroditën. Ose të hëna dhe Mars nuk janë fizik, nuk janë si planetin Tokë. Sigurisht unë mbështes Tokën e sheshtë.
Dhe Marsi apo të gjithë këto planetet e tjerë që mendojnë që njerëzit udhtojnë, nuk mund të udhtojnë sepse nuk janë planetet Marsi për shembull. Mbi çfarë bazoni këtë argument? Unë gjithashtu dhe astrologjia vedike. Po, duhet ta kundërshtoj çik Afërditën. Na bindni pak pra për të kuptuar që nuk kemi Andri, unë desha ta kundërshtoj një çik Afërditën. Një gjë që quhet, një sekond ta mbarojnë përpara se të ashtu. Edhe për shembull kur thuhet në Mars që njeriu shkua me robotat e tjerë, NASA ka përdorur foto për shembull të një vendi në tokë që quhet Devon Island në 2019, 2020, 2021 ka shumë dokumente që vërtetojnë këtë gjë, që është pra një nga ishujt më të mëdhenj të pabanuar në botë dhe ndodhet në Arktikun kanadez. Pra të gjithë këto mashtrimet, domethënë udhëtimet në Mars për shembull që quhet janë falso. Sigurisht edhe kjo e fundit, domethënë është një aktrim. Po, Mertenika. Ajo që unë dakord deri diku me Afërditën, se Afërdita domethënë mund të jetë skeptike në zhvillimin e teknologjisë, po ne kemi sytë aq të hapura. Jo, në këtë rast thotë që nuk janë hëna dhe Marsi nuk janë fizik, se s'kemi të bëjmë me teknologji. Jo, ideja jo, me teknologji kemi të bëjmë deri diku se ne kemi sytë aq të hapura, Andri, sa që ne shikojmë dhe zhvillimin e shkencës, që në 60-ën ka ik astronauti i parë në Hënë, domethënë edhe ka treguar masivisht se çfarë ka veshur e çfarë ka prekur, po e them në trajt batute. Po ata janë një grup, një elitë e caktuar ku ishte edhe Katy Perry, që kanë ikur, kanë dalë jashtë kozmosit. Pra që do thotë ti është evidente e 100% që ti mund dalësh me një spaceship, me një cosmic spaceship që mund dalësh nga atmosfera për të domethënë naviguar, për të parë çudirat e planetit blu nga jashtë. Madje edhe në Hënë mund shkohet. Unë jam dakord deri diku në Mars, se Marsi ka distancë shumë të largët nga toka. Dhe kuptohet edhe kushtet optimale nuk janë, se është shumë ftohtë e tjerë, por që vetë anijet kozmike, sistemet robotike, hapësinore, bëjnë transferim, pra i thonjë llafe kanë shkuar dhe atje për të studiuar elementet kimik, vetë astronautët, vetë shkenca astronomisë, domethënë që merret me këto, po për të shkuar deri në Hënë, Hëna është sateliti tokës edhe është shumë evidente që njerëzit kanë shkuar, domethënë astronautët kanë shkuar atje dhe shumë shpejt. Edhe nga Elon Musk dhe të tjerë, ne do kemi pikërisht pra turizëm hapësinor për të shkuar deri në Hënë. Se Hëna 300.000 kilometra larg planetit tonë është, sateliti tokës është e mundur që të shkohet, absolutisht. Por në Mars është tjetër gjë. Pra këtu unë desha ta kundërshtoj një çik Afërditën kjo pjesë, për të dalë jo më tepër për të dalë nga rruzulli toksor, nga planeti blu, që domethënë nuk është në distancë e madhe, domethënë edhe për ta eksploruar. Sigurisht janë të kushtueshme. Teknologjia po bën, ka arritur aty sa që po krijon robotët, jo më anijet kozmike, ku astronauti parë, se mbaj mendon në 50-ën a 60-ën ka shkuar i pari. Pastaj ishte konkurenca midis dy kampeve amerikane dhe kineze e tjerë. Kështu që është evidente ajo, domethënë ne kemi sytë aq të hapur që të shikojmë çfarë ndodh edhe me shkencën dhe me teknologjinë, domethënë është evidente. Zonja Zaja pak më parë që e kanë shfrytzuar edhe showbizin në këtë rast për t'i bërë publicitet NASA-s. Si eshe? Në fakt ishte një film i realizuar me regji, institucioni kërkimor dhe jashtë institucioni kërkimor shkencor, sepse shkenca ne jemi shumë koshient që bëhet në Silicon Valley. Aty dalin të rejat më të fundit dhe më pas shkon. Unë mendoj që nuk ka asnjë gjë të keqe që ti ketë bërë institucion më të madh shkencor hapësinor, sepse vërtet ato analizojnë, domethënë e krijojnë shkencën e astronomisë, po i bëjnë reale, domethënë po bëjnë çuditëra që janë aspekt beneficiar. Edhe unë mendoj që turizmi kozmik është shumë interesant. Domethënë është diçka pa prekur, diçka e re, është shumë interesant. Pse jo? Mund të them diçka tjetër? Edhe në biznes është gjë e mirë. Afërdita nuk donte të shkonte me përpara pulsin, sepse neve Afërdita nuk donte të shkonte me anije kozmike të shikonte planetin blu nga jashtë, dhe ishte fantastike, edhe ti dhe unë bashkë. Toka është e sheshtë dhe planetët të gjithë, domethënë, janë brenda një firmamenti. Hënat, gjithë planetet dhe janë plazma, njerëz nuk mund të shkohet me tru fizik. Dhe me qëra fjala para folsi përpara, thaj që astronautët ose këto kanë diçka te koka, apo jo, si gjasme. Po është veshje astronomike që ka mban temperaturat. E harruan brenda në shtëpi. Jo, ato janë brenda anijes kozmike. Ja dotacion, ato janë brenda anijes kozmike ku kushtet biologjike janë optimale. Që të kuptojmë se cilin argument. Pastaj toka është e sheshtë. Po të mendojmë toka është e sheshtë, kemi marrë fund. Ja ta dëgjojmë. Po.
Astrologjia vedike është shkenca e Gjotis, pra nuk është vetëm studiuese e mistikës, ndër të tjera unë jam dhe astrologa, okay? Dhe merr me planetet, e di ku është planeti tani, për shembull tani po flasim Marsi vetë ndodhet në shenjën e Gaforës për shembull. Po si toka është e sheshtë? Si e mendon ti që toka është e sheshtë? Domethënë ne shikojmë kështu horizontal, nuk është e sheshtë, ne shikojmë gjëra më evidente është, domethënë kur lind dielli dhe perëndon dielli. O Afrodita, kur lind dielli dhe perëndon dielli, çuditëra më e madhe është që disa thonë është rrotulluar dielli rreth tokës. Shkenca kanë nxjerrë që toka rrotullohet rreth diellit rreth vetes. Pyetja që gazetarët mund ta shtronin ishte që nëse kjo gjë është mashtrim, pse është mashtrim? Jo, nuk është mashtrim. Do ta bëni? Nëse do ishte mashtrim, pse? Po, s'ka nevojë të ta bëjmë pyetje nëse e ke siçasje na e thuaj, se ke qenë fillim që e ke nisur, po. Ne lutem me teknika që ta dëgjojmë zërin Zaja, po. Tetet apo mashtrimit që njeriu mund të shkojë në Mars, do shkojë në hapësirë, thjesht paguaj biletën dhe do shkosh, domethënë, është këto gjithmonë edhe në hënë nuk ka shkuar, apo jo, si e thash. Është gjithë këto mashtrime bëjnë që njeriu i sotëm të mos përballet me jetën që ka këtu, që të mendojnë që do shkojnë hënë, do shkojnë Mars, do udhtojnë, ndërkohë që njeriu është brenda një matriksi këtu. Quhet matriksi, është brenda në një firmament, ndodhet dhe duhet merret me jetën që ka këtu. Mos merret shumë, nuk është kaq i lirë sa të shkojë në Mars apo këto gjëra të tjera. Vajtja në Mars krijon një iluzionin që je i lirë. Ndërkohë që njeriu duhet të mësojë të mirëmbajë trupin, jetën që nuk përvallon dot të që ka këtu, e jo më Mars. Unë për shembull Afrodita do e kisha aq dëshirë të shkoja një herë në Mars edhe një herë në hënë. Do kisha shumë dëshirë të shkoja edhe në Mars edhe në hënë për qef. Katy Perry, po dhe vajzat e tjera që ishin pjesë anijes, ndoshta i kanë të gjitha mundësitë për të shkuar në hapësirë dhe për te. Afrodita, ju pak më parë thatë që nuk besonin në këtë udhtim për disa arsye të cilat i parashtruat, që ishin në hapja e derës, se ishte një trill pra, si pas mendimit tuaj, por është në fakt një mendim që e mbështesin edhe konspiracionistë të tjerë. Ndonjë, gjithmonë si pas mendimit tuaj, a ka ndonjë faktor apo ndonjë tregues më shkencor që ta përgënjeshtroj këtë udhtim në hapësirë? Me aq sa ju keni studiuar, ë? Absolutisht bie. Pra të mos i qëndrojmë vetëm asaj çfarë pe në video. E lëm atë. Një këndvështrim tjetër që të jetë më shkencor. Patjetër, graviteti nuk ekziston ashtu siç thot NASA ose gjërat që kemi mësuar në shkollë. Është dituria shumë e gabuar. Këto janë njerëz teorik. Afrodita dhe një diçka tjetër kam unë që du të ndërhy. Domethënë bashkarisë kur e bëjmë debatin është shumë interaktive. Graviteti do thotë që nëse unë marr një telefon dhe e hedh, telefoni bie në tokë, që do thotë që ka një nxitim graviteti. Kurse në kozmos, kur hedh telefoni rri pending, rri domethënë pezull, që do thotë ka mungesë graviteti, që do thotë tash ato fizikantët që nga Galileo Galilei ato s'kan qenë të çmendur që kanë nxjerrur tilla gjëra, është vërtetuar çdo gjë domethënë. Ne studioni pak më shkencat që janë më të lashta gjithashtu. Dgjoj, atë Galileun aq shumë e kemi studiuar ne sa që këtu na ka hyrë në një anë e ka dalë në anën tjetër. Ideja është që Galileo e ka vërtetuar që toka ka gravitet dhe në kozmos nuk ka gravitet. Po, ta dëgjoj, po zëna Zaja, po. Kur thuhet që shkon, i bie kështu dhe pastaj kthehet përsëri. Nëse do shkojë sipër, do shkojë sipër apo? Graviteti do thotë që çdo trup i cili hidhet jashtë, ja do ta sqaroj Mandi. Toka është rrumbullake dhe jo është se kur e shikon kështu tokën nga afër e shesh duket ajo pet. Po në studim, pra jemi në dy të ndryshme, ashtu dhe shkencore. Mirë pra pikë kjo është e bukura jetës, këndvështrimet e ndryshme krijojnë impakti. Kjo është e bukura jetës. E dyta, kur ti ke gravitetin që thashun me një gur, ose ai një sak njutoni me atë mollën që i ran kokë, për shkak gravitetit i ran kokë, që do thotë që çdo gjë tenton bie në qendrën e tokës. Pra graviteti tenton apo jo, por dhe juve që jeni ulur në karige tani ke mas. Ti ke mas, i njëri dhe kariga ka mas. Pse nuk tërhiqet? Pse nuk tërhiqeni me njëri tjetrin? Sepse toka ka forcë më të madhe tërheqëse, se po mos kishte gravitet edhe karika do rrinte në ajër edhe unë do rrija në ajër. Pra kjo është graviteti që ne po analizojmë në aspektin fizik. Po pra, ta gjëjmë pak argumentin që dhe mos dalim nga tema. Po, zëna Zaja, pra, pyetja që bëri dhe Iva më përpara, ku e bazoni ju, cilat janë teoritë tuaja? Ti thash, nuk qëndron ja për shembull ty të thash, nëse ti u ulur në një karige,
fizika që që thot, apo jo thot që ti dy masa të rreqin njëri tjetrin, forca gravitetit. Por nëse ti nuk të rreqesh, trupi më i madh ka energji më të madhe Të lutem Mertenika, të lutem. Kjo bie absolutisht. Edhe zogu kur fluturon ka një masë. Ndërkohë nuk bie për shembull. Pra është gjërat që kemi mësuar teorikisht janë të gabuara. Jo vetëm kjo, ka dhe shumë gjëra tjera. E qartë. Ta kaloj pak tek Kendra. Kendra, të lutem, çfarë flitet për realitetin që tashmë jemi dhe po e përjetojmë, siç e përjetoi Katy Perry, dhe ajo që shihet si një turizëm hapësinor shumë shpejt. Çfarë flitet? Musk ka thënë që deri në 2050 do shkojnë 1 milion njerëz qytetar në hapësirë, Bezos nga ana tjetër. Na trego pak çfarë flitet në Shtetet e Bashkuara për të ardhmen e kësaj. Në lidhje me këtë pjesë për të vajtur në hapësirë deri në vitin 2050, është thënë gjithashtu që deri në 2026 të fillohet lëvizja raketa e parë. Kjo vjen nga një movement që ndodh në Amerikë që është Make America Great Again. Ka shumë movements këto lëvizje të tilla që janë për shembull Make America Healthy Again. Pra kjo është pjesë e Amerikës për të rikthyer në glorifikimin e tij. Por një gjë që mua më shqetëson në lidhje me mënyrën se si është raportuar kjo çështje është se nuk e shikoj që mediat kryesore më të rëndësishme ta raportojnë, për shembull media si BBC ose CNN ose që të raportojnë specifikisht për këtë. Po pse mendoni po ndodh kjo? Zakonisht kur një media e madhe ose kur mediat e mëdha të rëndësishme amerikane nuk e raportojnë në mënyrë masive një çështje, ka shumë shanse, më vjen keq ta them këtë, po ka shumë shanse që të mos të ketë ndodhur. Pra mund të mos jetë e vërtet. Po. Edhe nga ana tjetër, unë kam parë që nuk ka pasur fact check që ta refuzojnë ose që të thonë që jo, kjo gjë nuk, që këto video janë falsifikuar. Por kur një media zakonisht nuk e raporton një çështje, mund të ndodhë që kjo nuk është e vërtetë, sepse mediat e rëndësishme janë ato të parat që kanë informacionin më in. Dhe që unë e kam parë dhe nëpërmjet punës time që kur është diçka që ndodhe vërtet dhe edhe sikur dhe kur diskutohet në rrethet të mëdha që janë bërë këto lëvizje, zakonisht shikohet që në minutat e para. Kështu që këtë dua ta them. Pra dhe këtu ka hije dyshimi. Po. Kjo është arsye kryesore. E qartë. Kendra, shumë faleminderit që ishe me ne dhe që na solle këtë panoramë, këtë pasqyrë nga Shtetet e Bashkuara mbi këtë lajm që ka bërë xhiro në rrjetet kudo në botë, siç e tha dhe Kendra, përtej Shteteve të Bashkuara është folur akoma dhe më shumë. Të përshëndesim nga Tirana. Faleminderit Kendra. Faleminderit që ishe me ne. Kënaqësi. Mertenika, ndërkohë planet e ardhshme të Jeff Bezos dhe Elon Musk? Unë faktikisht i kam suportuar gjithmonë këto Të gjeni. Sigurisht këto investitorët, domethënë në teknologji, sepse ne kemi përmendur njerëz, unë jam fan shumë i madh i Elon Muskut. Edhe Elon Musku, domethënë se po e themi në trajt përgjithshëm, çfarë thot bën. Deri diku u mor me politikën e Trumpit, tjerat si ka gjë. Kështu që u përfolë me këtë SpaceX. Nuk është se është një problem i madh të besosh apo të mos besosh nëse kanë ikur jashtë kozmosit apo jo. Se është i gjë shumë thjeshtë e arritshme me këtë teknologji që është bërë. Unë e përmenda pak a shumë, mbas 50-s, në atëherë që teknologjia ka qenë pothuajse primitive, u arriti të prodhoi spaceshipja një kozmike dhe çoi 1 apo 2 astronautët e parë. Kështu që është domethënë më së miri e realizueshme, po që të besosh që toka është e sheshtë në 2025 më duket vërtet çudi. E dyta është që Elon Musk brenda 2050-s mendon që krijoj 1 milion robot humanoid, jo më të çoj njerëz në anije kozmike për të promovuar edhe turizmin që e përmendëm pak a shumë, fjalë e madhe kjo, turizmin kozmik. Çdo kush do donte. Mbas unë mendoj, ai që nuk e beson mendoj që donte të ishte pjesa e asaj anije kozmike që ta vizitonte një herë. Po çfarë, ka rrezik, ka risk që Mertenika? Nuk ka rrezik. Pra të shkosh në hapësirë, të shkosh në një midis nëse do shkosh në hapësirë për të eksploruar për pak kohë, se çfarë ndodh, sepse aty nuk ka gravitet. Në tokë ka gravitet. Në hapësirë nuk ka oksigjen, por sot teknologjia ka dispozitivet, bomblat e oksigjenit
që i krijon kushtet për një farë kohë të caktuar, siç janë astronautët që udhtojnë për pak muaj, për shembull ne kemi vënë re, pra krijohen kushte për lëvizur, për të qarkulluar, për të eksploruar dhe kozmosin qoftë në aspektin shkencor, qoftë në aspektin turistik. Nuk ka një problem, nuk ka një problem. rrezik që koha gjatë të qëndrimit në kozmos, për shembull, 1 vit apo 2 vjet është problem. Po të shkosh për 1 muaj, për 2 muaj të eksplorosh për qark, po për 11 minuta siç ishin vajzat nuk ka asnjë shqetësim, nuk ka asnjë rrezik që mund të ndodhë. Madje për mua kanë qëndruar shumë pak, qëndroshin një çik më shumë, do ishte akoma më mirë. Herën e ardhshme. Kjo botë është për guximtarët. Në turizëm ndërkohë do të kemi në një lidhje Skype edhe do të na bashkohet në këtë moment Erald Buneci, astrofizikan, i cili do të na japë edhe ai këndvështrimin e tij për sa i përket këtij udhtimi, i cili duket se ka ngritur shumë polemika. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Erald, si e sheh udhtimin e Original Blue në hapësirë edhe a mendon se ka ekzistuar vërtet apo jo? Duket se edhe në studio i kemi në 2 kampet të ftuarit. Zonja Zaja nuk beson në një udhtim të tillë, ndërkohë Mertenika e mbështet fort ato. Është një udhtim shumë i lehtë po për sot, dhe normalisht dhe këtë udhtim po e nisin firma private, kjo është një gjë shumë e mirë. Normalisht udhtimi në hapësirë është ardhmja jonë e pashmangshme dhe shumë e rëndësishme. Dhe normalisht, dhe të morën firma private në zonë, kjo është një gjë shumë e mirë, do i ulet kosto, do bëhet shumë e mundshme të gjithë, do bëhet një soi si avion, si udhtimi në avion. Edhe udhtimi në avion ishte po kaq i pa imagjinueshëm për njeriu në kohën e vet, dhe u bë normal. Si do bëhet në udhtimi me një kosmike. Çdo ndryshim sjell gjithmonë dyshim, habim, mister, njeriu normalisht mendon shumë, ka mendje që mendon në gjitha llojet e formave. Por, realiteti është që ky është një zhvillim normal dhe shumë i rëndësishëm, domosdoshmë për njeriu. Po ndërkohë, ky fluturim në hapësirë ishte vetëm 11 minuta, po nuk e di sa gati jemi ne mendërisht, po sa gati jemi ne edhe në zhvillimet e teknologjisë për të bërë atë që flitet sot me të madhe dhe trumbetohet, siç është turizmi hapësinor. Po, turizmi, kjo 11 minuta ishte sa për të dhënë idenë, domethënë që mundësinë sa për të treguar si biznes, po them unë, për të treguar që unë kam mundësi të bëj njerëzit atje. Ato pastaj koha është çështje teknike, çështje, domethënë dytësore, nuk është problem. Pra faktikisht ishte 11 minuta, ishte thjesht si simbolik thoni ju, po nuk ka problem që mund të qëndrojë edhe më gjatë, nuk është e pamundur. Jo, asnjë problem nuk ka që të gjatë. Fare, është thjesht. Ka një arsye pse ishte 11 minuta. Po, do të ta japim fjalën me njëherë zonja Zaja se më pëlqeu kjo ndërhyrje. Po, Buneci? Po, edhe një? Jo, vazhdojnë argumentit sepse pas pak ka një lidhje me 11 minutshin zonja Zaja. Po. 11 minuta është thjesht sa për treguar që është e mundur që një biznes privat të shkojë atje. Domethënë thjesht kaq, domethënë nuk është asnjë problemi tjetër, është thjesht çështje teknike. Ai për shembull që çon atje do të sjellë në tokë me sukses, ai ka mundësinë të çojë edhe 20 minuta dhe 2 orë dhe 3 orë. Ka rreziqe Buneci? Rrezik ka, se janë hapat e parë që po bëhet, është rrezikshme, do një pak guzimi patjetër, por që është e mundshme. Rreziku po fillon e po shuhet. Po çfarë rreziku ka noset? Po, diferente teknike ka më ndryshme tek ke raketa, ke karburanti që shkon atje, ose një manovër jo e drejtimin që duhet, aparaturat e nuk funksionojnë mirë. Po këtë gjëra ne i mendojmë tek avionët. Po avionët ne e dimë sot që janë shumë më sigurt se makinat. Po, transporti më i sigurt. Po, realisht do jetë shumë e sigurt. Ndoshta është, por do jetë shumë e sigurt në të ardhmen. Zoti Buneci, më i thjeshtë se avionët. Po me ata që vendosin të bëhen pjesë e ekipit të këtyre anijeve, pra të realizojnë udhtimin, çfarë ndodha? Duhet të bërë ndoshta fillimisht të jenë të bindur, të kenë dëshirën për ta bërë, a mund të ndikojë negativisht në psikikën e tyre? Normalisht ndryshon, ka ndikime shumë tek psikika e njeriu, normalisht është një ndërhyrje e re, një ngjarje e re për mendjen e njeriu. Patjetër që ka ndikim këtë rrugë. Kjo dihet normalisht, por do dhe guximin, do dëshirën, do pasionin për atë punë,
më shumë njeriu e plotëson këtë me kënaqësinë, me efektin e kënaqësisë. Kënaqje. Pastaj mendon më pas mbi ngjarjen, mbi reagimet që do. Po është thjesht ajo pasioni që të shtyhen të shohësh në diçka të re, se ke parë. Duket si nga ato përvojat që ndodhin një herë në jetë edhe besoj aq ndodh. Edhe aq ndodh. Po megjithatë zonja Zaja ju thatë pak më herët, jo më kot ishte 11 minuta, pse? Cila është qasja juaj? Shpjegimi. Po ka gjithmonë çdo gjë, simboli, ndodhit, orari, koha, zgjatja ka një simbol. Dhe duhet dish kuptohet disa gjëra të tjera, jo vetëm fushën ku ndodhen para. Po mos na i lini kaq evazive, na e thoni po. Në astrologjin vedike thuhet që shtëpia 11 është shtëpia e grupeve dhe është shtëpia e ujorit. Ujori është shenja 11 e astrologjisë në përgjithësi. Dhe aty në ditët e sotme ku ka ndodhur kjo fluturimi gjasme, pikërisht planeti i iluzionit Rahu dhe Saturni që zotëron ujorin ndodhen në ujor. Dhe do të ndodhen në fakt për 2 vjet e gjysmë do të ndodhet Saturni aty. Pra kjo është shkenca astrologjisë, gjërat siç janë në qiell tani. Të lutem, zonja Zaja, a mund të na e thoni me fjalë më të thjeshta, të lutem, me fjalë më të thjeshta. Të tjera në fakt. Po, me fjalë më të thjeshta, pra me fjalë pak më të thjeshta për ne që nuk jemi profan dhe nuk e kuptojmë. Pra, numri 11, minuti 11, ujori, ky planeti i iluzionit me ngjitjen në hapësirë. Na e lidhni pak. Po, dhe shenja e ujorit, ujor lidhet me ajrin. Ajri është qielli. Jo me ujin. Dhe iluzioni dhe qielli do të ndodhin në këtë moment. Tani që është planeti Rahu dhe Saturni në ujor, është mundësi perfekte për të bërë udhëtime astrale dhe mashtrimesh. Është vepërsosur. Edhe 11-a është ky simbol. E kuptoj. Udhëtime me mashtrime. Po nuk e beson, dhe tha udhëtime në Thonjza. Sidomos pas eklipsit, sepse kjo ndodhi pas eklipsit. Unë kam bërë shumë video për eklipsin, në 29 mars është eklips. Pastaj kësaj do të ndodhin bilet më shumë. Afërditën dhe unë e suportoj, nuk se suportoj, do më thënë, ideja është... Pra dhe ju jeni në këtë linjë, pra ujori, numri 11... Në aspektin shkencor ne jemi divert, do më thënë, por kjo ideja është se cili ka atë botën, atë fushën e kuptoni, jo si jeni në të njëjtën linjë. Sigurisht fushën e vetë studimit, Afërdita i shpjegon me tematikat e saj, unë dhe Eraldi jemi të njëjtit profili dhe i shpjegojmë në ato tematikat tona, por ajo që unë dua them është që asnjëri, domethënë secili ka mendimin e vet, nuk e mendoj që njëri e ka të gabuar. Jo, secili ka qasjen e vet, prandaj kemi shumë ngjyra dhe shumë. Ato ishin blu dhe është Saturni është blu, ngjyra e blu e Saturnit dhe qielli. Pra çdo gjë ka një kuptim. Afërdita, jam kurioz, kush ta ka vendosur emrin? Baba im. Dhe pse Afërdita? Afërdita është e Venusit. Afërdita është e Venusit, e plazmës, jo planetit, se ju thatë nuk ka planete fizike, ka plazma. Plazma është energji, shiko dhe po ta shikosh me teleskop, juve që jeni të fushës, po ta shikosh me teleskop, po ta bësh afër, qoftë Venusin, gjë që unë e pash kur isha në Durrës, ishte fantastike. Dhe kur isha vitin që kaloi, dhe Marsin, po ta ato janë energji elektromagnetik, është plazma, ajo pulson. Si do shkosh ti aty mëlla? Zoti Buneci... është energji, është plazma. Po, zonja Zaja. Zoti Buneci, një pyetje të fundit për ju edhe për t'i dhënë edhe fundin kësaj bisede. Mendoni që është vetëm fillimi i udhëtimeve të tilla? Është vetëm fillimi. Hapësinore? Bravo, është vetëm fillimi. Do të ketë mashtrime plot gjatë 18 muajve tani. Po. Sa duash më shumë. Mashtrime, thot Afërdita, ndërkohë që Zoti Buneci... Po, do të kemi diskriminim, do të dallojmë cila është e Zotin Buneci. Dhe gënjeshtra. Faleminderit. Normalisht ky është studimi siç po shihet, udhëtimin e atij po hahet në masë dhe në shtete të tjera, Latina po merret me udhëtimin e atij, ka thuar një në fund. Normalisht po shihet që po ka kohën, numri i ngritjeve në atij po zgjerohet shumë, jo vetëm nga shtetet, por dhe nga bizneset. Duke që është vetëm fillimi. Do mundohemi që t'i mbushim mendjen çdo njeriu, që njeriu ka ikur në atij, vetëm duam disa numra që nuk kanë lidhje me misteret dhe misticizmat, që se neve mos i çojmë njerëzit 10 minuta, por të zgjidhim një numër, i cili nuk ka mistere, dhe ta mbajmë njeriu me një numër 16 për shembull, i cili nuk është misterios, në qëllim që mos të krijojmë
iluzione. Jo. Ndodh në momentin e dur kur është energjia e dur. Sipas ekspertizës së secilit, Buneci që të respektojmë qasjen e gjithë secilit. Megjithatë Mertenika mos merreni me Afroditën. Jo, unë dua ta suportoj. Jo, secili ka opinionin e vet. Megjithatë Mertenika pa i lidhur me Unë dua Afroditën. ta suportoj se është fusha e saj deri diku. Patjetër. Po kam një pyetje të drejtë për drejtë dhe shfrytëzoj pak faktin që jeni shumë trotskist. Juve do e bëni, jeni gati për një fluturim të tillë në hapësirë? Me gjithë qef që nesër. Që nesër? Nëse Elon Musk më thot, unë do iki me gjithë qef, e kam këtë guxim. Si nëse Elon Musk ta krijon këtë Nëse Elon Musk e krijon mundësinë që do shkojmë në kozmos, në Hënë apo në Mars, unë dua të jemi pari, domethënë ai primari që ta ndjek. Kështu që nuk është se është një problem për ne të shkencës, për ne teknologjisë, se kemi me pasion, kemi me qef të eksplorojmë se çfarë ndodh në kozmos, do ishte fantastike. Samir, ke dhe vendin tim edhe Madje ja sugjeroj dhe tjerëve. Mandi, dhe vendin tim dhe vendin e Andrit, besoj jo. E pra ne nuk shkojmë, ja japim mundësinë Mandit edhe për ne të dy. Faleminderit zoti Buneci, faleminderit edhe zonja Zaja që ishit me ne në këtë lidhje. Faleminderit për edhe për gjithë diskutimin që sollët. Mandi, faleminderit që gjithmonë i drejt për drejt. Kënaqësi shumë edhe për mua që isha pranë jush në rreth. Kënaqësi. Ndërkohë që kalojmë linjën në regjistë, më pas në studio me një tjetër të ftuar.